Kurani ka dhënë mirë me gjëru mundja mëse. Pra çështja më e ngushtë, ose çështja më kryesore që lidhet me Ramazanin, është Kurani familjar. Vëllezër, në këtë kohë, në këtë muaj, duhet t'i kushtohet rëndësi për të madhe leximit të Kuranit. Sepse është muaji i Kuranit. Imam Shafiu ka thënë një fjalë të madhe, ka thënë sikurse mos kishin pasur njerëzit nevojë që unë të jam fetfar, të dhej ders, thotë do të isha mbyllur në shtëpi, edhe nuk isha dalë vetë namazit në xhami, dhe kisha kushtuar 24 orë leximit të Kuranit në Ramazan, sepse është muaji i Kuranit. Sa vlerë të madhe ka Ramazani, e pastaj në Ramazanin sa vlerë të madhe ka në Ramazan. Kërejt kjo vlerë është për shkak të Kuranit. Kërejt. Ky muaj i madh voj njërë ky muaj vetëm për shkak të zbritjes së Kuranit. Edhe do të ka të është e madh vetëm për shkak të zbritjes së Kuranit. Pra ky muaj vëllezër ja vlen që njerëzit të lidhen me Kur'anin. Kurani është libri i sigurt, fjalë e Zotit të Madhëshëm. Krejt dunjaja është në kopertina të Kur'anit. Ajo që ka kaluar dhe se kemi pa, se kemi përjetuar. Kjo që është shokë me përjetuar, edhe ajo që vjen pas neve mia vjet në koftymër këtë dunja të gjithë, krejt kjo është pranë kopertinave të Kur'anit. Krejt të citate ka përshkruar Kur'ani. Ka që një përjetuar. E ky muaj lidhet fort me Kur'anin familjar. Duhet të lexohet më shumë, të ketë kontakt njëri me Kur'anin, të dëgjon Kur'anin, të mëson prej tij dhe të udhëzohet deri se të vetë me librin e shenjtë. Pra lidhet fort me Kur'anin familjar. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në ditën e gjykimit janë dy sfidor të fortë njerëz. Nuk me e të shikon të shkidar provë për e të zvetë. Po të pejgamberi sa më lexoni Kur'anin, sepse Kur'ani do të jetë në shkidar juaj në ahiret. Edhe agjerimi në shkidar e njerit në ahiret. E disa ka vlerë me kom të shkidar nesër Kur'anin dhe në agjerimi. Agjerimi ka të shkidar është që agjeru, dhe Kur'ani i bërë të shkidar në të cilëve ka jetu në shkidar deri se bote, i ka të kushtuar rëndësi, kanë lezu, e kanë kuptu dhe kanë zbatuar të jetën e përditshme. Pra është muaj i Kuranit vëllezër. Përveç se duhet të agjerojmë, ne duhet të zbukurojmë agjerimin me lexim të Kuranit familjar. Nuk bën të bëhet një veti kur as tjetër e përditshme, por në Ramazan sidomos ti gjallë në shtëpi tona me lexim të Kuranit. Ti zbukurojmë mëshlisë tona me fjalët e Zotit të Madhëshëm. Sepse askush nuk mund me folë më mirë se Zoti i Madhëshëm. Askush s'let më mirë se Allahu xhallahu te ala. Askush s'let më saktë dhe më sigurt se fjala e Allahu xhallahu te ala. E kjo fjallë ka zbritur në muaj dhe njerëzit duhet të lidhen fort në librin e Allahu xhallahu te ala. Kjo ka parë dhe është shumë. Çështja e dytë që lidhet me agjerimin vëllezër, lidhet namazin. Po, namaz është obligim me jashtë Ramazan. Pesë namaz e xumaja janë farz, obligim për muslimanin, deri në ditën kur çfarë të Zotit të Madhëshëm. Dhe është ashtu obligim i madh saqë nuk gëzon njeriu as me lutë në këtë çështje. As me shtim kalkulim, sepse ka shumë peshë të madhe namazit. Mi po në Ramazan, në Ramazan, Zoti i Madhëshëm e shpërblen besimtarin shumë fish për shkak të namazit vullnetare që kanë për Zotin e Madhëshëm. Për këtë arsye dhe është besunet falja e namazit të Ramazanit. Namazin natës ekziston jashtë Ramazanit, mirë namazet traditive që fillon prej yatsis dhe pa fatet kur sabahit. Në ndërshirë e mund e parë, ka vlerë të Zotit të Madhëshëm. Sepse kjo agjerim du të mos zbukurohet me diçka. E kjo agjerim zbukurohet me lexim të Kuranit dhe zbukurohet me namaz.
Nuk banë besimtari me pritu. Zbanë besimtari me kona Gjerusëm edhe me pritu me falë namaz. Tërvizë namaz natës, si do bëmë namazat. Sepse Zoti i Madhreshëm e çfarë e don shumë një rob i cili afrohet te Zoti i Madhreshëm. Është shans ideale për Zotin e Madhreshëm. Është shans, nëse një 10 muaj kemi pas të lashën e vejnë, e kemi të trasë që Ramazan të afrohet te Zoti i Madhreshëm. Dhe te Zoti i Madhreshëm vazhdon sa afrohet me namaz në fine, përveç të namazën farze. A di që do me thonë muafru të Zotit vullnetar? Muafru të Zotit vullnetar. Keni pasë kur dikuj ku t'jep detyra. Edhe ai për ndërgjegjës që ka, për i vullnetit që ka, pan detyra shtesë. Pan punë më shumë. E shketët për nëri dhe ti me një shumë. Allahu Gjelle Vala i ka dhënë detyra njërë këtë dunja. E ka ngarku me dishka. Jashtë të kësaj, besimtari, afrohet te Zoti i Madhreshëm edhe me namaz vullnetar, me vepra vullnetare. E muaj Ramazan është muaj që vallahi ja vlen muafru te Zoti, sepse jemi të kalu ditën me natën më të natës. Kur dalë nesër ditë që jemi, edhe na përshon jeta. Ditët më të mira dhe natët më të mira që ka me peshore, ka me konë ditë në Ramazanit dhe natën Ramazanit. Prandaj avlen të shumë me vepra të mira. Në fakt e vepra të shumë nuk ka njëri që të përse dunjoja që si vjetë pishman. Të në përshkani ra pishman e Rasulullah. Pa nësë nga vepër vjetë të mira pishman, pëse s'ka po vepra të mira. E nësë nga vepër keq të mira pishman, pëse ka po keq. E kur ta shohë me nesër të torën në ahiret, vallahi se cilë për nesh për më këndu me nëmë, po qysë pas në banë namaz më shumë në fine, në dënja në përgjësi dhe në Ramazan të veçantë. Po qysë pas në letu më shumë Kur'an, po qysë pas në dëgju më shumë Kur'an, kur ta shohë të sënë aty në momenti dhe se vapi për Allah që e të valë. Për në këtë muaj, jam vejtë në zëqërë, të ndohë një pak për ju, se për të shmërit të njësë. Të letohë një pak për si parë të njësë. Edhe të ngarkohë me parë të ahiret. Se është me shmëri e vjerë me mushë të torë për në ahiret. Këtë të një Allah e përpëllim ka vjerë për janon për 2 torë pa. Një për të ka mushë se të për ahiret, një për të njërë. I meq me mushë edhe torë për ahiret, po ferë në ahiret e edhe të njësë. Kaj që së është i meq me vitë dënjasë e mushë. A e dënjasë i vitë vërshët e vorë. Si vi më da. Wallahi e në nësë në kjo dënjasë krejt, i ka të rabu dhe lejtë të të. Ska me drejtë se kjo dënjasë, po wallahi shvesh me ka të shvesh me në tërës. Tu kajt i narë, tu kajt në qërë. Lume i cile ka mushë bagajën e shkretit. Rasulullah e thëmë njëri me që më cili është përgatim për kutën e pjeshme. Ka marë momenti se i kutën për kutën e pjeshme. Edhe në atë gjërive është argument, edhe në mazë në argument. E besimtari, dhe i është për teshëm, dhe po se si për shvizon për të nëzëm. Si për e përsuron bagajën e jetës dhe për në ahiret. Sepse veri në që për të teshëm. Dhe të jetë në moment për të të njërë. Edhe Allah në pyjtë për të të në mazën, për të të një, për të të kanë, për të 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 mirat të dënjasë në këtë shiju, Allah të ashtë me pasë që argumentë për ahiret. Ke pa njerë kur të thonë të dëzën e për një që është përgatitit. Me më midan të një auto për shamë 5 kilometra. Dhe i përgatitit. I bëjmë teshat, i bëjmë ushime, i bëjmë për t'i shka se të auto këtu 5.000 kilometra në makinë.
Ama që kanë rrëtu miliona vjetë të të muslimatit, me qëka në rrëtu? Në Ramazan, në zërë, agjërimi i të fort me namazin. Agjëro, është në përgjem për nëshim, dhe provo me kongestim me Zotën Madrishëm në namazën dhe kafile. Si dhe mos në kohën e iftare, si dhe mos në kohën e taravime, e janë të një, po të kushtojnë namazin, një. Pasaj në shpi provo ka pak për namaz, sepse ato është të Zotën Madrishëm. Namazin natës dhe namazën kafile është bashkë. Në ta një vetëm njerëzit që janë atë të Zotë Madrishëm. Namazën kafile është bashkë, ku bashkohet shpirta që në afër me Zotën Madrishëm. Ke pasë ku këtë dunja me kone e partani special. E thotë unë në gjithë kushe. Po shemë në natë, ashtë të përmeja, shemë, të resnaura, të rege, të nëtës. Janë pak njerës që një ati, të ka e veçanë për njerës. E pse namaz natës ka pak njerës, se është bashkë e veçantë. Wallahi, kush ka një të ashtë i veçantë. Kush kemë të është me të që është pasë të shkështë. E në të bëllë gara me të njëmë ahun dhe Zotë Madrishëm. Sepse me kejtë ato që afru me këtë dunja, ne të në mund të sa të përrejtë. Në jetë dhe Zotë Madrishëm. Kejtë që afru me këtë dunja, të sa të përrejtë. A kush afru me Allah të gjërë, më në përrejtë, të më në afru Zotë, edhe Zotë se shme njërë të skanë. Atë të më nështë një të njënë, familje, pasurije, pushtetje, krejtë është një, që që Allah në të njënë. Dyme e cilë që në të Allah së më. E në Ramazan, dhe zë në mozën atile e ka front të Zotë Madrishëm. Pra, e dyta që e lidhë nga gjërim është namaz. Shkurtimisht, e trejtë dhe zë, për duale. Allahu gjëllë dhe vada e të njërën, i cili për të fund. Allah e dhënë një familje që nuk të gjithë. Allah e dhënë një popë që nuk të Zotë Madrishëm. Ma di duaja është por madhurimit e Zotë Madrishëm. Duaja është udhër jo t'i mushëm për Zotë Madrishëm. Allah ka më nëjë njerës të të mushëm për qitës. Ta duaja lidhët fort në Ramazan. Rasulullah është transmetu se ka kalu vetë pjesë të natës në Ramazan. Në namaz dhe është transmetu se u duhet shumë në Ramazan. Atë shumë se që duhet i ka tjerë dhe që të parë. Aja ka kuptu sa paracimin tjerë. E ka kuptu se një të tjerë që këmë veta shë tjetër për veç tjetër për veç duas. Së këmë veta shë tjetër për veç lutja në Allahu Gjellë. E në Ramazan Allahu në kagonë, dhe Rasulullah e ka përësim që shkërgjidhën nga gjërimit dhe zësëmse për në të duaja. Lutëmi për familje, për shëqëri, lutëmi për akhirat. Jemi nga gjëru shumë ditën, banë dhe për Allah shumë, banë të spi shumë, dhe lutë Allah Gjellë në Vala për falje, për mëshirë, dhe në gjithë lutë Allah Gjellë në Vala për të banë si gjennetin, si të përnu se se kërdeqët, se nuk ka qinë të tjetër. Lutë për shpirtin tanë, lutë për një ditë ku si e besë në gjallë, lutë për një ditë ku si e besë në gjallë. E në Ramazan, Allah e përëndohë së të janë në shumë, edhe në të gjërimit janë shumë, të vleshme dhe Allah së të në dhe rejtë në doa që bënë në sitarë në natën. Pra, doaja lidhët fort me të gjërim dhe ne si muslimat të bëshmitu këtë kartë dhe me lutë Allah për gjellë në ala të mira në të njësë, të mira në akhiretit dhe për gjithka që është e mjetë të kodë në botën e përveshë. Dhe fundë në zërë. Këtë mund Ramazarit lidhët të qka me e në lidhët për mirësia, sadaka. Lidhët shumë në gjëri. Pse Zotë Madrishëm e ka për farës sadaka të fitri? Këna mune me të më mira, këna gjëru të në vitin, që ka për në të të në mune, pse du të është me ka për dhe fitri. Normal, në gjëdatë në nësëmi ku fitra është të nësëmi nga dimër që nga për një një gjëri. Kjo është rejta parë.
Po pse audita? Sa Allah ka dosh me pa ky njeri që ka hinë në gjërim 30 ditë, a ka ndryshu, apo është një. Me pak ka testu, me pak e ndryshu. Veç pak ka testu. Fund Ramazani, deri sa të fare namazin Bajrami, ti njeri, ty të ka do farcë në namazin së në me pak ka testu, me pak, a ke ndryshu apo e njëti. A ka ndryshu Ramazani. E di pse po e tham të kjo, po e sa vetë që është. Sepse e të jetu me një kohë të materializmit. Humbëm gjithçka. Ja humbëm vlerën çdo sen. Kena filluar dhe antarë të familjes të pasi pare. E agjerimi ka një rëllë të rëndësishëm. Më të kallëzë se ti vlerë më shumë se pasuria. Vlerë më shumë se pasuria. Nëse shifti dikën që është koprazë në tjetë, qa që vlerë ati? Pasuria më e marë saj. Këtu e ka përvetë të kjo. Nën që kjo me konë një pasuri, me pas tjere vlerë më shumë se pasuria, kjo e vlerë në vetë me pasuria. O kjo vlerë ati. Agjerimi në mësonë se sa ka rëndësi të lezër, me trajtu tjetër, me kuptu tjetër, me kuptu tjetër. Por këtë arsye një dhe së në këtë. E që shka të mos këllari, më shumë ta ditë të kështu. Mos të afrohë gjamit e se ka dhamë. Fitri. Se si ka po të vina në mosë të tina, si ka po të vina Ramazanit. Si ka po. Së ta kalëzë të zemë, me të kalëzu se në sotën tonë e kohisit e kush. Më të kalëzu se në jetën tonë, në pasunin tonë e kohisit e kush. Ti nuk e shetë, ama i kohisit e ti. Pasunin tonë. E di dhezër interesant për kësile. Për këtë tim për kësile këtë jetën, gjëra tina, a di shkërifull, që shkërifull. Kam kurin, kam pasunin, unë e këtë i vetë. Ky i banë shakë të alë qëtë të përre. Ky e mohanë mirësina Allahu të ti. Edhe unë e jesë e këtu edhe unë e janë. Bidin e herë edhe ashtë i shemë të frikë biset personale me një. Unë i kam rriski e mdojnë Allahu të në madra. Nuk e ke ba ti të ka arë për Allahot. A më të një të vizë sepse s'ka këtë vjeta pa të vizë. A i si sënë të riski, unë e të pa. Edhe që të omë të bërinë ku. Ti thamë, a i në mëres, ta të po, a e ke jetin, ta jo. Ku shë dhe kjo riski? Ku? Nëse riski është ndorë të anë, ti jo ka ndashë një dhe riski të anë. Pa e di ku një të në skejtë një njëmës. Pa të njohë fiqë që njëzën dhe janë e tjetër. Ku me ditë së njëzën e ka dhejtë atje, arat puna në nimi. Kur e ka herë fanën, ka dhonë kjo risë në vishë ku finale ku. Pa të atje. Kjo risë. Si ta Rasulullah e djekë rëskë të njëriut ma shumë se e gjithë. Por këtë arsye ti kur jetë pra, keme ushqy t'i kanë që Allah e ka bërë dhe zhjën do të. E ka bërë të këmësit të. Mësë promutyr të ati shkërës. E kjo punë e sadakës dhe zë, lidhët shumë Ramazan. Lidhët shumë në gjërimit, nuk me ajit cili është agjerushëm, e kalon ditën me lezën Kuranit. E kalon natën në Ramazan, me namaz, e kalon ditë në natën bashkë me dua dhe kalon të dhanë. Ky e shonë në Ramazan. Ke po të turë me shqyqerë e një, po dhe të kërmonë të shqyqerë, po të të bezë të nuk ka pa. E këta gjërim, kjo ka vlerë dhe vetë, mi përra të të bezë të nuk me të shqyqerë. Mjallon shimë,
E një për dyre sadaka, një për dyre sadaka, e cila e se bukuron për ishë në të e pasuron vlerët e agjerimit. E ku dalin dhe Zotë i Madrishë për shpërblivja në agjerimi, agjerusi, e me ta vjen Kurani, me ta vjen sadaka, doa e lutje këtë, që është pasurim. E sot jem nevoj shumë të, për me alësot dorën e tjetër, sepse ato kanë nevoj dhe kanë hisën për së të dorën. Unë e kam thënë për muslimin dhe zërë. Kur nuk ka mundësi nga ariko, e që Allah së të nësë nuk e të Kur? Edhe kur s'ka mundësi nga ariko, që ketë njerëzit mund me që të njëjtë. S'jetë kur e. Kur mësë të mësë. Gjithë borë kanë mësëpërmu pasënik të vakër, edhe kanë mësëpërmu djetarë dhe batishtë. Gjithë borë. Te e ndalë mësë. Pra, lëmosha, sadaka, lidhet fort me gjithë. E isha ka mësua khiretet e dunjon, i ka dhe matematika. I ka dhe i dhe plane. Keni po dhe zë, njeri këtë dunjon po do të plane, edhe pse Allah ja ka po plane, po ja ka mshet njeri plane. E dini vëzë që së ndalë për planin zonë të kishë. Qysh po me ndonë të një njeri, me ndonë për planit të Allah. Po për planin zonë të madhërishëm së ndalë në shanë, së ndem toka, së ndem qenë, djerë, rana, së ndalë për planit të Allah dhe zonë gjerë, i ka përshërku, i gjithishmi. E qysh po me ndonë të me ndonë për planin zonë të Allah? Së ndem. Po pëse ta kam shef të armën, ta kam shef më të kursi, që ti mos në di që ka të ndesë. Po ti më planqë të nda që i sot. Qka kështë ndodhë me njerëzit, së ku ta kështë di të ofë e njësë. Qa kështë ndodhë? Që që kështë ju jetën? Pas përshef që kam shimu Allah, të kam shimu. Më do të ti o, ti s'ki nevoj të bërgosh për këtë dalë. Kur s'ka më të haru, kur s'u ki me shty, jeta, knaqu. A më mësë më ndo që të harar. Pra Allah i kam shimu të sajnë të vëzër, për me kursinje. Për nëshë, në e në tim kërë në zonë për ishë. A nuk e ndi që Allah i ka më ndalë, se me në pa për ju. Këtë dënjanë të shkruj, ma shka me shua zotë për kursan, dishti. Ka dhe shkruje trajektorë me jetës të gjitha kresa, prej ditës kur të vinë funksion, dhe në ditë kur shkatrojë gjithë shka. Tha Rasulullah i vishë njerë për shumë gafës, në shumë përse. U kërite mu. Por një riu ka një cilë. Dhe zërë për këtë arsujë, për ta, në kojë për të në ama ky Ramazan, ky muaj, ky agjerim, i do një katër çështje pegi të rëndësishme që i kushtu rëndësije. Një e do të pozitivin në Allah të afër. Me lecu, me shtetu, me kuptu, me adhu Allah me të lecu të këmishë. E dyta e do namazit në Allah, që ti me shtu pak, me quni sinjal të zonë, jam për ty o zonë, e unë jam visë nuk të fare. Dhe e donë doa në vërtënësi. Dhe e donë në moshë. Këtë mund të një sëtë, për Allah u gjërë dhe balet. Që shtë të Allah u kuran, në surë insanët e një jetë. E pasaj nga dhjë, në më në ditën që kimi të dhezër, për temperaturëve të dhaja, të gjenemë të bërë. Një zankohë, do njerës të ujë, nuk shifët ujë, nuk shifët dorë as ujë, ata freskohën. Allah dhe piskasin njerës dhe me lajkët kush, të kushtu shenë ta. Allah i ushen akura dhe një, se ata kanë banë njështëra të dënjohë, kanë shqipafë në vetë. Nuk e ku majtë me të rapërsi. E ta shë në shenë më bëndi mu, të kanë në lëzë. Mirësi e madhe. Nuk shqipët dorë as ujë, ata binu.
figura ju për i kronit të thejt, që kur shpil se shtuhet ma. Arsia pse, se kanë shqimurat e njerëzit, kanë nanë, edhe në mëndu zëtë vishë për ty, para sa ditë. Pra ten, një katë të këshërti që e pashtar së shpenë, me i përmend të zërtirin për gjërimin, inshallah Zotë i Madrishëm në e matë të buë, agjerimin e veprat e mira, dhe ne mundëson që të ashtojnë volumin e veprave, e përfitojnë për këtim muaj të madhë, dalë i fikim të adhë dhe pa të shimë si po, dhe të presme të Zotë Madrishëm përsi këtë një